Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Laudatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjet e shokët dhe çdo që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në takimin në radhës me komentin e xhuzit të 27. Kemi përfunduar në takimin e kaluar surën e Tur. Dhe pas surës e Tur vjen surja an-Najm. Surja an-Najm është një sure e cila i ka specifika dhe veçoritë e veta që më vërtet bëjnë trajtimin e saj nga një ranë interesant, por edhe të vështirë. Ajetët e saj janë të shkurtra, por shumë domethënëse dhe shumë përmbajtësore. Kjo sure flet në fillim të saj dhe boshti i trajtimit të kësaj sure ka të bëjë me një çështje shumë madhore. Madje nuk ka diçka më të madhe se ajo. Për një ngjarje që nuk din njëri realisht me shpjegu. Për shkak se te i kalon gjitha kapacitetet tona të njohurive, të aftësive për me kuptu tamam drejt ato që realisht kjo sure flet për te. Kjo nuk në kupton se është e pa kuptueshme larg asaj. Por te i kalon dimensione të dukshmës, të prekshmës, asaj që arrit me shqisa, dhe flet pastaj për një dimension tjetër që besimtari këtë kupton me zemrën e tij, me besimin e bindjen e tij. Është një sure që ushqen shpirtin e besimtarit dhe zemrën e tij me madhnim dhe Allahut azza wa jall, kanari për përkatësinë e tij në këtë fe, siguri në informata që i merr dhe njohurit përmes kësaj feje, në dashni të madhe për Allahun xhallahu ala dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe shumë çështje tjera që realisht do t'i marrim për gjatë trajtimit të kësaj sure, e që padyshim duhet me lënë gjurmë në zemrat tona në aspektin e përmirësimit, ndryshimit dhe afrimit me Allahun te bareke ve teala. Kjo sure është sure e Mekës, sure e periudhës së Mekës. Dhe kjo me mendimin e gati të gjithë dietarëve. Përveç, domethënë, një mospajtimi në disa ajete, 2-3 ajete të kësaj sure, që disa dietarë mendojnë se kanë zbritur në Medinë. Por ai mendim është i kontestuar. Prandaj në tërësi sure është e periudhës së Mekës. Kjo sure ka zbrit gradualisht, jo për një herë, sikurse shumica e sureve të Kuranit. Për shembull surja Al-Alaq, që ka filluar me të shpallë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexon në emrin e Zotit tënd që ka krijuar, fillimisht kanë zbrit 5 ajete, pastaj sure tjera, pastaj dikur vonë është përmbyll surja Al-Alaq. Është kështu çështja edhe me surën An-Najm. Nuk ka zbrit gradualisht dhe pjesë. Dhe zbritja e sureve pjesë padyshim ka urtësinë e vet, që Allahu xhallahu ala e din më së miri, por që disa nga këto urtësi edhe ne i kuptojmë në bazë asaj që Allah e ka përmendur, që të jetë, domethënë, një përforcim për zemrën e besimtarit, përgjigje për dilemat që shfaqen kohë pas kohe, e urtësi tjera që nuk është tash situata të flasim për to. Surja An-Najm ka zbrit pjesa e parë e saj në fillim të shpalljes. Madje, sipas disa transmetimeve, domethënë nuk është vënuar shumë pas surës Al-Muddathir. Edhe nëse fillimisht ka zbrit surja Al-Alaq, pastaj është ndërprej pak shpallja, pastaj ka zbrit surja Al-Muzammil, pastaj surja Al-Muddathir. Pjesë nga surja Al-Muddathir, dua të them, jo krejt e tëra. Andaj në këtë periudhë, dikun në vitet e para, ka zbrit, domethënë, fillimi i surës An-Najm. Pastaj ka shku duke u përmbyll në pjesën e fundit të periudhës së Mekës. Për shkak se një pjesë jo e vogël e kësaj sure flet për ngjarjen e Isra dhe Mirajit. Surja El Isra
flet për Isran, ndërsa surja Najm flet për Mirajin. Dallimi ku është? Israja është udhëtim natën. Udhëtimi pejgamberit nga Mekkeja në Kuds është domthon Isra. Natën ka udhëtuar pejgamberi në udhëtim të shpejtë. Pra udhëtimi i shpejtë natën quhet Isra. Miraj është ngritje, ndërsa nga Mesxhul Aqsa është ngrit deri në takim me Allahun përmbi qiellin e 7. E për këtë fazë të ngritjes të Mirajit, të mrekullive që ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam, flet surja e Najm. Për disa prej tyre, jo për detale, nga se detajet realisht të ngritjes flet për to suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku pejgamberi në hadith e tij ka përshu atë që ka pa dhe atë që ka ndodhur në natën e Isras dhe Mirajit. Surja e Najm të ndonëzër fillon me betim, por dallim nga surja Dhariyat edhe surja Tur, këtu kemi betim veç në një krijesë. Atë kemi pasur ato Tur, o kitabin Mestur, disa betime. O Dhariyat i dharwa, është betu Allah në disa krijesa. Ndërsa këto Allah beton çka? Vetëm një. O Najmi idha hawa. Najm që në basa e ka marrë edhe surja emrin është ylli në përkthim, por ka dhe disa kuptime tjera. Dietarët e tefsirit kanë disa komente lidhe me Najm në çka Allahu betohet, mirë po që të shmangim detajet që mund të na shpërqendrojnë nga baza dhe esenca e trajtimit të temave të surës, mund të themi se Allahu betohet në yllin, në cil yll nuk e përcakton, në yjet që janë në qiell. Dhe Allahu kur betohet në yllin të ndëruar Lazar, nuk është betim, domethënë që ka të bëjë me krijesën, yllin, por ka të bëjë me një proces të caktuar që kalon nëpër të ky yll. Prandaj është më rëndësishme kjo pjesa e dytë, ndoshta më tepër se pjesa e parë. Dhe Allahu betohet në yllin, o Najm betohet në yllin. Ylli të ndëruar është një padyshim krijesa e Allahut madhështore që shpërfaq madhështinë e Allahut te barekuhu teala, bukurinë e krijimit të tij dhe rolet e tjera që i ka ylli. Prandaj nëse marrim yllin si krijesë dhe rolet e yllit, do të kena mundësi pastaj me lidh këtë në çka Allahu betohet dhe në atë për çfarë Allahu betohet. Nga se kemi thënë se duhet me bëj lidhjen mes asaj që Allahu në te betohet dhe asaj që Allahu për te betohet. Se ka lidhje, nuk është rastësishme. Nuk është rastësishme për shembull që Allahu të betohet në për shembull në kohën e pastaj në atë që Allah për te betohet se njeriu është në humbje, për shkak se nuk e shfrytëzon kohën. Ka lidhje. Ose sikur se kemi bërë lidhje tek surja Dhariyat, surja Tur e surë tjera kështu tek gjuzi amme për shembull o duha, pastaj o lejli dhe yaghsha, e kështu me radhë sura që kanë betim, kanë lidhje të madhe me atë që Allah për te betohet. Prandaj është më rëndësishme të kuptuar edhe betimin mirë në çka Allah betohet dhe si betohet, që ta kuptojmë pastaj më drejt për çfarë Allahu betohet. Ylli, sikur që e përmend atë, ndonëse është krijesë Allahut te barekuhu teala. Allahu me tek don shpërfaq dhe manifeston madhështinë e tij, bukurimin e krijimit të tij dhe rolet e tjera që flet për to Allahu në Kur'an. Andaj yjet janë për zbukurim. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Allahu thotë ka hieshu qiellin e dunjas me storinë e yjeve. Janë stori, janë bukuri. Keni pa kur dal yjet në qiell, e zbukurojnë qiellin. Nuk është i mjegulluar, nuk është i zymt, por është i jap disponim, tregon që qielli i hapur është edhe koha e mirë, shumë tjera që i jap me kuptu stolia e qiellit përmes yjeve. Gjithashtu Allahu te bartore ka bë edhe këtë krijesë, në shërbim të krijesave që të gjejnë rrugtimin, udhën. Njerëzit janë orientuar përmes yjeve. Për shembull, veriu, jugu e kanë gjetur rrugën përmes yjeve. Dhe gjithashtu edhe kohën e kanë përcaktuar në bazë të yjeve. Për shembull, ka qenë jugu tek arabët që kur del, për shembull, kur kanë pas kontrata caktuara për borxh
apo çka do ka thonë, kur del filon ylli, ma këtë në burqin. E kanë ditë që këtë yll, për shembull, del në këtë kohë, del në atë kohë, e kështu më radhë. E kanë ditë, për shembull, kur del që ky ylli në këtë kohë është nxehtë, ose është ftoftë, ku dimni, ku vere, e kështu më radhë. Pa për orientim, edhe në aspektin vendor të vendit, po në aspektin kohor. Allahu xhallahu ala i ka udhëzuar njerëzit me yllin. Shikoj, është stoli, është udhëzim dhe orientim. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala, domethënë me yje godet përpjekjet e shejtanëve për të manipuluar njerëzit me informata të përzira. Donë të rrëmbejnë lajmin e qiellit se çka do ndodh, çka do zhvillohet, e pastaj, sikurse ka në hadith, duke e mveshur me 100 gënjeshtra, tentojnë që t'u japin lajme të këtilla magjistarëve apo falltorëve të ndryshëm që me ta bashkëpunojnë që në bazë të kësaj të dëmtojnë apo të devijojnë njerëzit. Prandaj Allahu xhallahu e përmend, sikurse në surën Al-Mulk kemi komentuar, që Allahu xhallahu ala wa rujuman lish-shayatin. Don Allahu xhallahu i përdor për goditje të shejtanëve. E atë që godet nuk shpëton, patjetër, nuk shpëton. I po disa i lën Allahu xhallahu ala që mos të goditen për shkak të normal sprovës që njerëz duhet me kalu në përte në tokë. Prandaj Allahu xhallahu betohet në yllin i cili ka këto funksione. Kjo është nga njëra anë. E dyta, Allahu nuk betohet në yllin veç si krijesë, por betohet edhe një fazë saktuar që e kalon ylli. Edhe kjo fazë që e kalon ylli është e rëndësishme me kuptu pse Allahu betohet. Andaj Allahu tha: "Wa najmi idha hawa." Betohem në yllin hawa. Hawa i ka dy kuptime. E ka kuptimin e rënjes, në Allah betohet në yllin goditës, kur bie që godet, ose e ka kuptimin wa najmi idha hawa, betohem në yllin kur perëndon. Në ylli, sikurse dielli, hana e kështu me radhë, edhe ai ka shfaqje, pastaj perëndon, dhe del dita, pastaj del përsëri ylli, pastaj ka yje që perëndojnë, nuk dani pas një kohë të caktuar, sikurse ka më herët në përcaktimin e kohërave e kështu me radhë. Prandaj Allah betohet në këtë domethënë fazë të caktuar të lëvizjes së yllit, që është rënja apo perëndimi. Tash kur e marrim këtë ndërlozër dhe e ndëlidhim, besoj tash jeni në rrjedhat e këtij trajtimi, është më rëndësishme kuptu pse ylli dhe për çka Allah betohet. Allah tha: "Wa najmi idha hawa." Betohem në yllin kur perëndon. E kuptuam yllin dhe kuptuam perëndimin apo rënjen. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Allah betohet në yllin ndriçues, që është zbukurim, që është udhëzim dhe orientim, dhe që është goditja e sherrit. Ma dalla sahibukum. Shoku i juaj, nuk tha Muhamedi, nuk tha i dërguari, po tha shoku i juaj. Pse tha shoku i juaj? Për shkak se ju e njihni shumë mirë. Ju e dini kush është ky? Ti e njeh shokun tënd. Fakti që për 40 vite keni thonë besniku, i sigurt, i sinqerti, e keni thënë pse e njihni, që se keni thonë pse keni pas për ti përfitim të caktuar. Për shembull, pejgamberi ai ka korruptuar Kurajshët që ata më ia dhon këtë për shembull certifikat? Jo. Ata s'kan përfituar nga pejgamberi kur gjë, kuptim material, që në këmbim të këtij përfitimi më ia dhon këtë emën. Jo. Për ashtu ja kishin jap Ebu Lehebit, Ebu Xhelit, po s'ia kanë dhënë. Nuk ka qenë një orë Ebu Lehebi me Enofkën, për shembull dhe Sadik Elemin. Sukon. Edhe pse njerëz kanë përfituar nga Ebu Lehebi, në kuptim të autoritetit, në kuptim të paras. Mirë, po këtë titull s'ia kanë dhënë. Prandaj ju ja keni dhënë vetë këtë titull, se e keni pas shok sahib, e keni shoqëruar kohë të gjatë, ju e njihni. Ma dalla. Nuk është një që është i devijuar. E dalla dhe ga do ta shpjegojmë. Mirë, po tash ta bëjmë lidhjen mes asaj që Allahu betohet dhe për çka Allahu betohet. Don Allahu betohet në yllin. Për çka? Për ta dëshmuar vërtetësinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe për treguar rolin e tij në mesin e njerëzve. Se për këtë vërtetësisë ju e dini. E se për këtë rolit është pramë dobinë e juaj. Domthon, këtu që në fillim ka goditje Kurajshve në pretendimit e tyne dhe në adhurimet e tyne. Në çfarë aspekti?
E para, ata kanë pretenduar se pejgamberi sa më është i devijuar, i lejthitur, i çmendur, gënjeshtor. A ka thonë çështë apo? Apo. Predhime e te juaja bin, për shkak se shoku juaj ju e njihni mirë. Dhe Allahu betohet tash në yllin, i cili me gjithë shkëlqimin që ka prapë perëndon. Prandaj shpifet e juaja, akuzat e juaja, sa mund të duken të ndritshme, të zbukuruara, të hieshura, kanë me perëndu e ka me met pejgamberin yll i pa fikur dhe i pa perëndim. Kjo dallim mes yllit që ju doni me ngrit, edhe yllit që e ka ngrit Allahu te bareke ve taala. E ndonjë sot ka të rrotën. Njerëz që dëmi bu yje, madje quhen yje të kësaj. Pa ato yje shpejt perëndojnë. Demaskohen, për shembull, devalvojnë, përlyhen, desin e kështu me radhë. Pra dhe Allahu xhallahu betot në yllin që perëndon. Ndërsa ylli që Allahu xhallahu ka dërguar ndriçim me udhëzim, ai nuk perëndon. Edhe në kuptim të adhurimit. Ju adhuroni Zotna. Për shembull Allahu xhallahu e përmend në fund të surës An-Najm, wa innahu rabbu shi'ra. Allah është Zoti i shi'ra. Shi'ra është ai Siriusi, ylli më i madh i njohur apo që është lart në lartësi. Betohet në të që e kanë adhuru fiset arabe, jo të gjithë. Po disa e kanë adhuru, disa e kanë mëdhnu, ka pas respekt për te. Allahu xhallahu po thotë që realisht koha e adhurimit të idhujve, besytnive, manipulimeve ka shku, ka perëndu. Sikur që perëndon ylli i caktuar, edhe madje ai më i madh që ju adhuroni, edhe ai perëndon. Perëndojnë edhe idhët e juaj. Tash koha e martimit ka shku. Pse? Ka arë koha e këndelljes, ka arë koha e zgjimit. Kjo shpallë ka arë me vedisu njerëzit. Kjo shpallë ka arë me uqel njerëzit syt e zemrës e të ballit, që mos të mashtrojnë me idhuj tokës, por të adhurojnë Allahun te bareke ve teala. Dhe kjo është lidhje mes betimit edhe asaj që për të Allahu betohet. Kjo është një çështje. Çështja tjetër është domosdoshmë se në surën Tur, në surën Dhariyat, Allahu ka përmendur gjendjen e kundërshtarëve, gjendjen e refuzuesve. Çysh ka qenë gjendja e tyre? Për shembull ka thënë Allahu xhallahu qutilal kharrasun. Të mallkuar janë mashtruesit dhe gënjeshtarët. Gënjeshtarët. Prandaj ju jeni mashtrues që realisht flitni dhe njerëzit të dojnë t'ju udhëzoni mbi bazën e shkafit. Ku e keni bazën? Ku e keni ku realisht ku qëndron legitimiteti informatave të juaj? Ku qëndron? Me çfarë baze? Inna wajadna abana ala umma. Kjo ka qenë përgjigja. Legitimiteti i tyre mbi cilën ndërtojnë saktësinë dhe vërtetësinë e pohimeve është kështu i kemi gjetë baballarët. Jo Allah, nuk ka kjo legitimitet. Kjo nuk e legjitimon veprimin e caktuar. Ose për shembull kanë thonë, na i kemi gjithë baballarë, wa kubara'ana, elitarët tanë, të parët tanë, ata më të mëdhtë, ata dinë diçka. Kushto që ata dinë? Nështë e mbot mëdhej për shkak të parave, jo për shkak të mendjes. Nështë e mbot mëdhej për shkak të tërshëgimisë, po jo për shkak të dijes. Prandaj Allahu xhallahu thotë se këta realisht, këta janë gënjeshtar, këta janë mashtruesit. Dhe ka përmendur se ata janë në fi ghamratin sahun, të zhytur në trillime, të zhytur në iluzione, të zhytur në qasje jo serioze, fi khaudin yal'abun, e kena pas surën Tur. Janë në dilema, diskutime të vazhdueshme, edhe këto punë i marrin lojë dhe seriozisht. Ta sura Najm tregon, ja pra ku është rrugtimi. Ju keq e keni. Ja ku është zgjidhja. Prandaj nuk është veç çështja me e zbulu atë që është e keqe, me fol për atë që është e keqe, por duhet me prodhë zgjidhje çka është e mira. Nga njerë disa njerëz e sulmojnë të keqen, kjo është e keqe, kjo nuk duhet. Në rregull, na sjell pra udhëzimin çka të bëjmë, si dalim nga kriza, si dalim nga problemet. Andaj nga këto kriza që kanë rënë te Kurajshët e Mekës dhe idhujtarët në përgjithësi, ka ardhur si përgjigje në një pyetje të nënkuptueshme, e ku është zgjidhja? Allahu tha: ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Do në me një këtë udhëzim të një njeriu i cili i ka këto dy cilësi caktuara që janë esenca dhe baza e çdo formimi. Çdo formimi. Shikoj Allahu sa shkurt, mi po shumë mënyrë përmbajtësore,
shumë mënyrë, domthonë, për mbledhse e ka lavdruar pejgamberin, kush është pejgamberi alayhi salatu wasallam. Në shikoni, vallai nuk ka biografi më të shkurtër, më mërmëna në dunja, apo për me livdu dikon din këtë nivel, sikurse e ka lavdruar Allahu pejgamberin surën Najm. Edhe mësarani, o shumë më rëndësi me i meditu ajetet në Kur'an ku Allahu e lavdron pejgamberin. Shumë interesant, se që ty e prezenton yllën e vetë, këtë unë e kom dërgu. Prandaj është më rëndësi me kuptu, qysh për livdan, ku për livdan, qka e bën atë dallushën për tjerve. Se çdo kush e ka një yll që e prezenton, ylli jam, çdo kush e ka po. Shikoni yjet e tjera për shembull, a lavdrohen me atë që Allah e ka lavdruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Nuk din mu lavdruar ashtu. Nuk din me i shpërfaq ato aspekte që i shpërfaq Allahu për pejgamberin e tij. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Çka është dalla dhe gawa? Të dyat e kanë kuptim në një humbje, lejthitje dhe devimi, por kanë dallime. Allahu tha ma dalla sahibukum. Dalla dalal të rrezat dalaleti është, do më thonë, është devijim dhe është dështim në rrafshën e dijes. Në rrafshën e dijes. Do më thonë, kur një njëri jam mësy një rrugë, pa dije i thonë dalle. Pa dije. S'ka dit kam jam mësy, nga, do më një ka mësy një rrugë me hamendësi, ja ka mësy një rrugë veç në bazë të thashëthëmeve, në bazë të zakoneve, në bazë të traditeve, në bazë të epshit, interesit, ja ka mësy, në dalle. Se nuk ka legitimitet të dijes për rrugën që ka mërë, i thojnë dalle. Nërsa, Allah kërët ma dalle, do në pejgamberi nuk o kështët, qka i bjen kjo? Kër Allah këtë e mëhën, qka pohën me këtë? Nga se në këtë mëhim ka pohim, nuk ka veç mëhim. Në mëhim ka pohim. Kër Allah mëhën që i dërguar i ti, nuk është i devijuar, si pas asaj që ju thoni, i bjen se këj pejgamber ka me dije. Do në Allahu Gjellera e ka certifikuar dhe e ka vlerësuar dhe e ka lavduar në dijen që e ka dhe që e përhap. E gava qka është huqje dhe lejthitje në veprim. Do më thonë, dalle është, do më thonë, devijim në informim. I keq informuar ka devijuar. Ndërsa gava është i lidhur me devijimi dhe huqje në veprim. Prandaj, kjo është dhe vëzër komplet për këthim praktik i fundit të surës al-Fatiha. Allahu të ihdina sirata al-mustaqim, në ozën në rrugën e drejtë. Sirata alladhina an'amta alehim, në rrugën e tyre që ti i ke begatur. Gajri l-magdubi alehim wala d-dallin. Jo në rrugën e tyre që ti i hidhruar ndaj tyre, ke hedhur hidhrimin të mbi ta apo ata që kanë dalin, kanë devijuar, apo. Prandaj dietar ka thënë se njerëzit në raport me udhëzimin janë 4 kategori. Në raport me udhëzimin janë 4 kategori. Kategoria e parë është e cila, do të thonë, e cila burimin e ka të turbullt, burimin e ka të dyshimt, qëllimin e ka të mirë. Në kuptim të veprimit, në rregull është çka ka dosh me bo, ama s'ka pas dritë. Prandaj ka devijuar për plasën e për labirintet e dunjas, se s'ka pas ndryshim ato. E dyta e ka dijen e mirë, po qëllimin e keq. Nga munafikët e këtij umeti, apo që ata e dinë ç'është, po qëllimet i kanë të këqija, i kanë ose të tjerë që e dinë kush është e vërteta, po nuk e ndjekin të vërtetën. Ai që kategoria e tretë, ata që domthon e as ndijes janë që duhet, e as qëllimi që duhet. Ndyhet e kanë huq. Edhe kategoria e katërt, ata që i kanë ndriçuar Allahu me dije dhe i ka udhëzuar me qëllim fisnik e sinqert drejt veprave të duhura, që ta janë muslimanët ata, që ta janë sirata alladhina an'amta alehim. Ai që i prin sirata alladhina an'amta alehim, kush është? Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Prandaj pejgamberi kur i ka lavdruar hulefai ar-rashidinët, ata që domthon kanë marrë mas pejgamberit, ka thonë, i ka me shka i ka cilësu me 2 cilësi, apo ar-rashidin el-mehdijin. Rushdi, pjekuria, është e kundërta e
gawa, se njëri pjekun, njëri menqëm, asë njëre nuk e kundërshtan dijen që beson të me vepën e vetë. Kjo është menqëri. Njëri cili e përputh vepë me dije, është i menqër, është i urtë. Me dijin të uzuar, kanë dije. Këta kanë dije për më udheq dhe kanë vullnet dhe qëllim mirë për më udheq. Prandaj ata që i kanë bashku mes dyjeve, këta duhet me ndjekë këta. E mas 4 halifeve, domthon s'ka garancë më të askush që janë përmbledhur këto dy gjësi, apo. Ka mundsi din, po jo gjithmonë don me bos sipas dijes. Ka dikush që don, po jo gjithmonë din që është më apo, se nuk i afron dietar ta veti. Pra gjithmonë këto probleme shfaqen në debalancim mes këtyre dy forcave orientuese dhe udhëzuese që duhet me pas njeriu. E kullaman wa ma dalla sahibukum wa ma gawa, do të thonë që ai tjet i dobët apo i devijuar në aspektin e dijes apo në aspektin e veprës, në aspektin e veprës. Prandaj nëse Allahu xhallahu ala e vlerëson kështu pejgamberin dhe gjykon për tek kështu, cila është arsyeja mos e pasu? Dhe gjatë tërë Kuranit është dëshmuar se pejgamberi që kështu të thotë. Sillni ju të po bëni. A mundi më thon ma dalle që ky son tush apo? Se nuk din informata elementare. E pastaj Allahu te barekuhu teala, më shiko, e ka pastruar Allahu xhallahu dhe ka vlerësuar dhe ka ngritur në dijen e tij, në qëllimin e tij, në punën e tij, madje edhe në krejt çka i ka fol. Edhe ka thonë Allahu xhallahu ala, "Wa ma yantiqu anil hawa." Wa ma yantiqu anil hawa. Ky i dërguar nuk flet hawa. Çka është hawa? Hawa këtu nuk ka sikur se vjen nejmi dhe hawa. Ka të kuptim. Hawa këtu e ka kuptimin e, do të thonë, epshit, interesit, kalkulimeve të caktuara që kanë me këtë dunjë. E që krejt njerëzit që nuk janë të udhëzuar dhe të ndriçuar me dritën e pejgamberëve, me udhëzimet e pejgamberëve, realisht nuk mund të shpëtojnë hevas ato. Nuk ka mundësi. Nga se njëri gjithmonë e bën bosht të vërtetës kanë vetën e tij, vendin e tij, interesin e tij, që aty është si të vërteta. Mi po dikush komplet më u zhvesh nga çdo interes i tij personal. As një kalkulim mos më e bë në këtë aspekt. Veç e vërteta me qëllimi i tij, këta janë veç pejgamberët dhe ndjekës të pejgamberëve. Prandaj kjo është goditje për Kurajshin e Mekës. Referenca që në bazë saj e keni ndërtu, të vërtetën që ju e prezoni, ku e ka bazën? Te epshi tyne. Andaj për shembull, keni pa, kur kanë kërku Kurajshin e Mekës dëshmi për të vërtetën, vallahi në kërkesën e tyne ka dëshmi se ata nuk e duan të vërtetën. Kur që ma tepër se ka, në kërkesa ka dëshmi se këta nuk e duan të vërtetën. Për shembull, çka kanë thonë? Hajde nëse për shembull të vëllezërit e vërteta i ka standarde veta, në bazë të një të vërteta. Që i përmbush kërkesën e njeriut, e logjikshme, e natyrshme, s'ka kundërshtim, për shembull, e tjera që mund të shpjegohen në herë tjetër. Po çka kanë kërkuar Kurajshin e Mekës? Kanë thonë për shembull, bëna çit kodër me ari. Mi Allah e vërtet ata ari s'kan bëjnë kurrë. Po shikoj e kanë sill ka interesi. Nëse kodra bëhet me ari, kena hesab. Marrim ari atë të pasojmë, e tani këta të njëjtë bën me lon. Ama këta të njëjtë me lon me të njëjtë tani ç'a bëjmë na? Ne kanë kalkuar me ari ata. Ka thonë për shembull, hajt çoja hanën. Hani çon hanë çka ata? E vërtet nuk matet me këto të vëllezër. Po Allah e ka çonën ato. I ka bëu disa, po shpesh në kërkesa aty nuk është përgjigj. Pse janë absurde. Nuk janë kërkesa që realisht me to kuptohet e vërteta. Prandaj Allah s'u ka përgjigj kërkesat e Kurajshve. Dhe kësaj kanë kërkuar, kanë pa që janë edhe në kërkesë janë të paqartë. Janë jo të sinqertë. Pse? Se kanë pasur në të vërtetën. Ata e kanë kuptuar nga dita e parë se sahibukum, kë shoku ju e din çka flet. Edhe vetë e kanë konfirmuar. I bë ka refuzuar për shkak të epsheve. Çfarë kanë ndodhur edhe me, për shembull, fisët e caktuara krishtere apo me fisët e caktuara që futen në Medinë kështu më radh, pse e kanë refuzuar?
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Shiko, kjo është niveli nalt të ndërëzër i demaskimit, që Allahu ka bërë duke thonë, e njohin si fëmijët e tyne, si bijtë e tyne, si ti qëto e ka djallë, qashtu e din se pejgamber është, thonë. Po pse më hujnë? Për shembull, pse kanë mohu hebrejt e Medinës pejgamberin, vetëm në kushte jehudi. Veç, kur të dërë ato? E kanë prit që ai me kon i fundi që e kanë prit, e kanë gjetë shkruar libra, do të me kon jehudi. Nga se arabët i kanë shkuar gjithë në nçmim, me përbuzje. Këta janë veç hizmeçar. Këta zvlen me kon më shumë se kaq. Kur i kanë dhëruar Allahu xhallahu i kanë ngrit, s'kan mund në përballu e përsin tash të dikujt mbi ta, edhe kanë mohuar fort. Ama kjo është mohim për shkak të përsisë, jo për shkak të vërtetës. Ai të ndozur shumë më rëndësi kjo çështje që me e studiu njëri për veten, por edhe për grupe të caktuara, pse vëllai njerëz mohojnë? Pse? Kimë pa studio sa dush, thellau sa dush, lexo sa dush, kimë pa se asnjëherë në asnjë ku, në asnjë vend nuk e ka kundërshtuar dikush fjalën e Allahu xhallahu ala për shkak se ka gjetë 8 meta. Kur? Ose për shkak se nuk e ka gjetë mjaftueshëm të qartë, kuptueshme, jo. Apo ka arrit me kuptues se është e vërtetë, jo. Përthimet duhet me konë normal, ato janë normal kamuflime, po në esencë në thellësinë e shpirtit janë, domethënë, të ndëlidhura me interes saktuar. Hawa, epsh. Prandaj Allahu vetë ka thonë kështu, ai që i njeh shpirtin e njerëzve, ai që vetë në zemrën. Fa in lam yastajibu laka, nëse ata ty nuk të përgjigjen, çka ndodh me ta? Ka me gjetë udhëzim tjetër paralel, barazleshëm me ta? Jo, pëtë. Fa'lem annama yattabi'un ahwa'ahum. Dije mirë, shiko, dije mirë. Se nëse ty nuk të përgjigjen, ata ndjekin epshtet e tyne. S'ka të të. Prandaj ka Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu xhallahu këta nuk kalon opcion tret. Opcion për shembull indiferencë, tifozlluk, s'ka këto opcion. Pasim i udhëzimit të Allahu xhallahu ala, do ku zhvesh nga çdo interes personal në emër të vërtetës ose pasim epshi. Dhe kjo është në gjitha kategoritë. Edhe më muslimanëve. Ka kërë, për shembull, njëri që për ndonjë brendshme të kaluar diçka të caktuar përballë dikujt, indikon në marrje të vërtetës. Mu zhvesh një kompleto, shumë vështirë. Shumë vështirë është kjo, vëllazër. Ai duhet punë e vazhdueshme nga se epshi ndikon në përçarje mes muslimanëve. Epshi ndikon në refuzimin e mendimit të caktuar. Epshi ai mund të ambalazhohet pastaj me tjera sene që njeriu e justifikon refuzimin, po në esencë s'ka arsye, në esencë. Nëse u lumton në thellësinë e shpirtit e gjën që wallahi hava. Epsh. S'ka tjetër, nuk ka tjetër. Andaj Allahu tha: "Wa ma yantiqu anil hawa." Ai nuk flet nga hamendja, nuk flet nga epshi, nuk flet nga interesi, nuk flet për shkak të përfitimit, nga se kështu thadën tur, apo? A thua po i lyp ejren, shpërblim? Apo i lyp për këtë përfitim material? Jo, s'po i lyp për këtë. Prandaj, in huwa illa wahyun yuha. Kjo është veç in huwa, kjo të vëzër, është një formulim gjuhën arabe që i thojnë formulim mbyllës. S'len kur gjë jashtë saj me i mrena, veç që i sotëm. Domthon, çka i bjen kjo? Është shpallje. Veç kur gjë tjetër për shpallje. Jo më thonë, është shpallje dhe mendim, jo kur gjë s'është, as mendim s'është, as përvojë s'është, as interes s'është, kur gjë. Krejt është shpallje. In huwa. Kjo fjala huwa, ky përamri huwa, domthon disa dietar kanë kthehet te Kurani. Po disa kanë se kthehet te krejt që ka fol pejgamberi sa në emër të Allahut azza e që përfit edhe suneti. Dhe kjo është e saktë. Argumentet e shumta të Kuranit e sunetit dëshmojnë se suneti i pejgamberit sa është pjesë e shpalljes. Është shpallje. Ka shumë dëshmi. Për shembull të vëllezër, pejgamberi sa kur e ka bëu haxhin tash, pasi në sezon të haxhit, sa ka rregulla të haxhit në Kur'an? Nëse marrëm totalin e rregullave të haxhit apo, sa përqind i ka shpjeguar Kur'ani? Shumë pak. Besoni nuk kalon as 20-30% nga rregullat që duhet me bën haxh.
e tjerat kush i ka bo? Pejgamberi i ka bo. Mirë, sahabët e kanë pa tu e bo. Nga se ka thonë pejgamberi, khudhu anni manasikakum. Merrni nga unë mënyrën si bëhet haxhi. Edhe kanë përcjell sahabët, sikur Xhabiri radhiyallahu anhu, në hadithin e gat, çdo lëvizje, çdo ecje ka transmetuar çfarë ka bëu pejgamberi. Mirë, ajo që është në Kur'an, e ka bëu pejgamberi. Ka bëu. Ka bëu. Nga vetja ka bëu. Ja ka marrë mendja. Ose ka unë sahabë, unë po mënej që duhet që të me flajt, Muzdalife. Ju nështë taj, menani që Mekë shprish, po jo. A që shtu të kona? Jo, e ka njëk hap pasap, e kanë këshyrë të marë, qëka është të bo? Ata e kanë kuptu se suneti është shpallja. Ndërso njerës e qëroditun, edhe e psharak, që vinë edhe të mos kuptën logika e besimit këtë absolutisht, e thonë që suneti nuk është shpallje, mendimi pejgamberit, apo që ta shtu mund të diskutot, është me të vërtet qesharake. Është me të vërtet qaq absurde, sa që veç një test minimal mja vendos praktikës, e shë që nuk qëndran, nuk ka mundësi praktika me unë ndërtu si duhet pasunet. E këtu pastaj të vëzër bia e që e ceka. Dëmon, qëllimi njerë që me hojnë sunetin. Se kjo është tani teme gate, ka argumente, s'du me i tash këtë detaj, se kena kuptime së të negjëm. Mirë po, të në vëzër, ata që e mojnë sunetin e pejgamberit, ose ata që dëshirojnë me gjetë mënyra të reja të interpretimit, jashtë asaj që dietarët na kanë mësuar, e sheh se nuk është qëllimi, s'po them me zemra, se në zemra nuk dim, po ti e sheh në shprehje, ti e sheh në veprime, ti e sheh në domthon deklarata kështu me radhë se nuk është qëllimi adhurimi i Allahut azza xal. Nuk është qëllimi kjo. Nuk është qëllimi, domthon siguria e interpretimit, jo. Po çka është qëllimi? Qëllimi është futja e hutis dhe zbehja e adhurimit. Dhe çeto dyja i gjon gjithmonë në palën mohuese të sunetit. Huti me bo. E të në sunet e kush është? E çka ka? Huti. Kjo huti pastaj dal nga dal me u bart edhe te Kurani. Dal nga dal. Nuk guxojnë me godit Kur'an për shkak se Kurani është shumë vije kuqe për muslimanët. Andaj shkruajnë pak më, po them kushtimisht, ma but me prek dikun që ndoshta mund të futim huti. Ose zbejmë praktikat të më. Për shembull të ndrozë, suneti çka ka? Ka praktik. Kështu ja ka bo. Andaj njerëzit historikisht kanë deviju kur e kanë kontestu zbatimin. Nuk kanë dash me zbatu. Pse? Epshi. E pastaj në emër të këtij epshi kanë shpif terme të ndryshme. Shkoni për shembull ata që se kanë dhënë zakatin, ata që nuk e kanë dhënë zakatin, çka kanë thonë apo? Ka na po zbatojmë ajet. Apo na ajet, ata se kanë mu zakatin, për shembull që na skamo ballkën na dhon. Jo, me ajet. Allahu xhallahu thot: "Khudh min amwalihim" nga pasuria tyre sadaqatan, zakat me rreth. Tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alehim. Ka thonë Allahu xhallahu, merr nga pasuria tyre don zakatin që i pastron me te, i ngrit me te dhe bë dua për ta. Ka thonë na je japi veç atij që duaja e tij na pastron e na ngrit. A ju dek? Ti e po me kërsie që shtot. Hajtë garantoj që ajet e folë për ty, apëtëm. Ata ma jetë, ama dilemat e tida i ka ratu Bubekri me selam që u ka qua, apëtëm. Edhe i ka fik dilemat, apëtëm. Ska qilë debat me ta, po që kjo jetë, se nuk është qështë tjetash dileme, është qështë i epshi, sa ta e ka ditë shumë mirë që kjo jetë së që është, apëtëm. Po ka ndash që me ndalë dhenje në emën të një interpretimi. Pra e të dhëzër,
Në këtë çështje që dikush, për shembull, për një me që ka çfarë e keq kupton edhe një me s'ka faj ngrati. Njëri keq kupton për shembull, njëri keq kupton një ajet, një veprim, një hadith e ka qartë, ama komplet sunetin se kupton që bazë e fesë, e çka më se ka kuptuar. Unë s'marr vesh vallaj. Nuk e kuptoj. Dikush vjen thot për shembull, nëse njëri për shembull ka thonë unë jam musliman. Besoj që pejgamberi është Muhamedi asam, ama Kurani ka deviju. A ka muslimi ku musliman? Ti çka i thosh valla? Nëse në Kur'an s'ke besu burr, çka ke besu? Nëse çka Kur'an s'është i vërtet, çka jetë e vërtet? Përmes Kur'anit e ke kuptuar kush është Allahu, adhurimi, pejgamberi. Nëse baza që përmes saj ke kuptuar këto të mëdha është e kontestueshme, e çka jetë pra e besueshme? Në çka ke besu ti? Ti pse ke besu pejgamberin që dërguar Allahu? Kush të ka thonë që është i dërguar? Përse Kur'anit apo? Ai nëse him me këto detaje, e shoh që shumë se në përgjithë nuk përputhen. Që ai që për shkak e mohon sunetin, se beson sunetin e pejgamberit son, thosh, në çka ke besu vërtet edhe? Në çka ke besu? Çushora një tek pejgamberi son, edhe ka kërku më bë musliman edhe obligime që e ka. I ka thënë pejgamberi këto. Kanë qenë unë luftë sunvi. Ti ki më bazë nevojë më shku luftë, ki pas nevojë më shku, unë sunvi. Edhe fort s'ka marak kështu bu pluno se çush jam fort i paq, edhe muna me kon zonë që si sa në arsye apo. Sa do kështu ndom. E di që e kam problem, po pak jam dorë shtrëngum. S'muj aftë. S'muj këtë. I kam pejgamber son. Asta. Në xhenet çush me çuti ju burr. Bime te tkhulul janna. Kam çka në xhenet? Nëse namaz nuk ki, zakat s'ki, ngjërim s'ki, çush me çu burr në xhenet ty aftë. A kupton zi? Janë të zënë që duhet me të kuptuash më valla. Pa to s'ban. Pa to nuk ban. Ma që dikush kontesto Kur'anin, shaj sahabet, këta të rathtar, këta mashtrues, pejgamberit, tash Allah më qamena për ta, në fund, na musliman, me qamar Allah, me qka u boni musliman? Andaj Allah u gjellë tha, kësë let nga mendja, nëse ju tash doni me kontestu këtë dëshmit Allah, qka jetë ma saj mu? Allah vëtë, vëma jenë ti kuanil heva, jenë tik nuk flet, e këtu nuk është veç Kur'ani. Përse ka folë për te Kur'an, ka folë edhe me sunet. A ka folë? A ka komentuar pejgamberi sa jetë? A ka komentuar jetë? Po ç'ka komentuar? Buhariu ka një kapitull kitabu tefsir. Apo kapitulli i tefsirit. Shumë transmetime çysh ka komentuar pejgamberi këtë. Ç'ky koment çka është? Ijtihad, përpjekje mendore apo shpallje? Nëse është përpjekje mendore, pejgamberi është mufesir. Sikur se Ibn Kathir, sikur se tjerë, më i mirë se tjetër apo. Po e thot muslimani këtë fjalë me vëllap. E thot përpjekje mendore, aktivitet mendor për me kuptuar jetën, kanë bëu mufesirinët mbi bazën e rrjedhave të caktuara të shpalljes. Mirë po, koment Kurani ka bëu pejgamberi me shpallje, jo me ijtihad. Kjo është çmendurime thon pejgamberi ka bëu ijtihad për shembull të vëllazër. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanan bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allahu ka thonë, ata që kanë besu dhe nuk e kanë njollos se kanë prek me asnjë padrejtësie imanit tyne, u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Ka rreti dhe ka ish për pejgamberin. Sahabët e kanë kush janë këta? Kush janë këta që se kanë prek kur asnjëra padrejtësia se u ka prek imanin. Problem, kush janë këta? Do kanë thonë, e ç'ka është ijtihad? I sahabët. Do kanë thonë, këta janë ata që kanë meli musliman, jona që kanë pas baballarët në shirk, vetë na kanë shirk. Jona, shiko, sahabët e kanë përjashtuar vetveten, para ona, nga modestia. Këtu bëjnë pjesë ka ata që kanë lind musliman. Këtu bëjnë pjesë ata, këta që kjo debat i sahabëve për me ditë kuptimin e jetës. Ka dalë pejgamberi a halojnë në qatë gjendje? Ka po. Ka thonë pejgamberi, pa e keni dëgjuar fjallë Allahut të robit i të mirë, i cili ka thonë djallit vetë, ja buneje, la tushrik billah, inne shirke la dhulmun adhim. Kurani ka komentuar se zullumin këtë ajet është zullumi i shirkut. Andë ata që kanë besu drejt, dhe mas i kanë besu, se kanë njollos mu imanin me shirk, u takon kjo. Që kjo koment që ka u pejgamberi, ku e ka bazën? Shpallë dhe zjerë. Allah i ka unë dilë mëse njerëzit. Që kja është të fërë? Andaj, ka shumë argumente
që i dërguari flet me shpallje. Prandaj duhet sunetin me e trajtu me respekt maksimal dhe duhet me e trajtu si bazë fetare të panashkalueshme dhe të rëndësishme në kuptimin e drejtë të Kur'anit. Çdo tendencë me e kuptu Kur'anin duke anashkaluar sunetin është devijim. Me plot kuptim e fjalës. Mund të jetë devijim tani në dije apo devijim në veprim edhe në qëllim. Nuk dihet ku përplaset, ama nuk ka mundësi me konë udhëzim kurrë. Për kaq se Allahu po wa ma yantiqu anil hawa. Pastaj kur Allahu xhallahu ala i thot pejgamberit se ai s'flet nga hamendja. Dhe kjo është shpallë që shpallet. Tash apo e vrin tash dal ngadal edhe do ta shpalosën më tutje. Domethënë çish Allahu xhallahu ala tash e shpërfaq subhanallahu madhështinë e mesazhit të tij që e ka dërguar. Mi ka thonë njerëzve se shiko ku boron kë, shiko procesin e ardhjes, është për te aftësive t'juaja, është për te imagjinatëve t'juaja, së në kuptën të që ndodhë kjo punë, që është procesi komplikume, i vështire, i madh, i pakapshëm, që ndodhë për te dimenzionet kufizuar atë mendjes së juaj, logjikës së juaj, tokës së juaj. Andaj Allah xhallahu tha, allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Allahu ja ka shpallje. Kush ja ka mësu? Kush ka ardhur me provën? Allamahu e ka mësu shadidul quwa. Shadid këto Allahu thot për Gjibrilin. Aja ka mësu? Aja ka mësu të ka mësu në Kur'anën? Shadid, i fort. Shadid koha këtu të regon të regon fuqin e Gjibrilit. Shumë i fuqishëm. Shumë i fuqishëm. Pse shumë i fuqishëm? Për shkak se për misionet mëdhaja nuk bën njerëz adopt. Apo për misionet me pesh, do të thonë njerëz që janë qëndrueshëm vëllai të fort. Jo njerëz që ligën, dobësohen. Gjibrili për me e pru shpallën dhe në tokë. A ka pas mundësi me hasë në rezistencë? Shejtan po? Me pakon dy këshin dopt, ja këshin marë për udhe, ose se këshin lërë me zbrit. Por a ka pas shejtan që gudzën me dalë, të arë Gjibrili për qilit? Së gudzën allo, po nuk gudzën së me e këshirë allo, nuk gudzën. A dhe a thëtë, shedidul kuva, aj që e ka silë, krejt fuqit që si shihni jo, e ma të forë se jo, në rrugë s'kanë guzof me i dalë, e ka pru shpallën sigurt, që është i fort, shedin në kua. Dhu mirre është plëtsim i kësaj fuqia, le që është i fort, në aspekt e jashtëm. Të më nëzër, si kurse do të bje ma poshtë, për hemë se me ka pa që bje, apo, e ka pa në formën që shë kryu 2 herë ka pa veç 2 herë. Kështu e ka pa me 100 herë ka pa. Po në tjera forma. Forma që e ka kryu Allah i madh, e ka pa, dëmon, pak para se më dhivë surja Nejm, tek surja Mudaththir. Edhe e ka pa, që kështë Allah vetë të regon, inde Sidratil Muntaha. E ka pa në qiellin e 7, tek Sidratil Muntaha, kër e shfaq. Qëtu djere ka pa? Qështë e ka pa? Tash e kuptojmë aftën. Dhu mirre është në mon, le që është i fort jashtë, po i fort në mendin e ti, i fort në formimin e ti, i fort në edukimin e ti, i vendosën, se dikush ka mundësi me pas musku i fort, ama i dëmë vendimarje, një e pësherzën, apo një kojtë të tërhis zvarë, njëri i fort mrena dhe i fort jashtë, qëtu e në dy të fort atë aftën. Besim do me ku një fort edhe jashtë, në shëndetin e ti, në pasurin e ti, në pamin e ti, po në bëgjeta i fort në mendin e ti, në vendimin e ti, në bindjet e ti, fort. Dhe këtu marëm një fusnot të spjegimit, se të nërruazër, këtu Allah po flet për ruajtjen e shpalljes. Tash, foli për natyrën e shpalljes. Natyrën e asaj që flet pejgamberi, çka është? Natyra e asaj që flet pejgamberi është shpallje. Mirë, kush e solli këtë shpallje?
ku mund të jem në të sigurt se shpallja ka arë që shduhet. Po, zë ti e ke që shpallin, po ku me ku në të sigurt se ka arë që shduhet? E ka pru shedidul kuwa. Kur Allah thot i fort e ka pru, që e thushti masaj, kur shgudzëm mi aprish ati rudhësëve, amidala. Shedid edhe i fort, dhumirre, edhe i pjekun i formua dhe nga mrena, nuk e lakon, nuk e korrupton kur Gjibrilin për rrugë. Absolutisht, as nuk ja përzin informatat. Gjitha këtu ke shumë e shumë tjera, nuk kuptojnë pastrimin e Gjibrilit të rrugës që përmesoj ka shpallë dhe tek Muhamedi alayhis salam. Pastaj Allah tha, dhu mirretin festawa. Allahu xhallahu thot i fort, i formuar në kontekstin e ardhjes së shpalljes dhe ruajtjes së shpalljes. Që nuk kupton të ndodhur se shpallja është feja, Islami. Për me rujt Islamin që shduhet në aspektin e trajtimit, interpretimit, praktikës, zbatimit, jetësimit, duhet edhe forcë. Duhet forcë. Prandaj besimtarët keni pa në histori muslimanët. Kanë qenë të fortë dhe këtë forcë se kanë përdorur në imponim, por e kanë përdorur në prezantim të ndikimit të fesë tek ata në kuptim pozitiv. Prandaj esenca është forcimi i besimit, është e vërtet, forcimi i njohurive, por edhe forcimi i aspektit material të më rëndësi, aspektit fizik, edhe shumë tjerave nga faktorët dunjas, që sa ma të fortë që janë besimtarët, aq ma tepër mbrohet shpallja dhe aq ma tepër jetësohet dhe shpërndahet. Vallai me pasat forcë që shduhet, po më nej në shërbim të mbrojtjes së fesë. S'kishme dal shkarravina të interpretimit nga vendet ku realisht janë të thirra me mbrojt fenë Allahut dhe udhëzimin e pejgamberit alayhis salam. Po ku mësman dobët del gjithë kush edhe flet pralla e pallavra e gënjeshtra e mashtrimin në emër të fesë, devijon e manipulon njerëzit nga se s'ka forcë që e nala. Andaj Allah tha festawa, i fort edhe festawa tash, shikoni detajet e ardhjes së shpalljes. Festawa u përgatit, u drejtu mirë. Wa huwa bil ufuqil a'la. Gjibrili u drejtua, u përgatit. Çka është istawa? Istawa kur kejt mos i merr për me kryer një operacion. Istawa. Kejt në rregull. Dhe Allahu tha wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fillon nga ufuqil a'la. Ufuk është horizonti. Horizonti që po është pika ku duket që po bashkohet toka me qiellin. Në larg e sheqë është bashku. Që e pjesa, apo është një koment i horizontit të po. Allah thot bil ufuqil a'la, në horizontin më të nalt atje, sa është e gjërësi e madhe, apo e ka pa pejgamberi nalt, Gjibrilan e ka pa. Shiko, horizonti më i nalt, do në pika më e nalt, më e gjonë që ka mund si të shihet, më e gjonë që mund si jetë, ka qenë Gjibrili, do në i gatshëm me zbrit me shpallje. Pejgamberi me ka pa, kjo është hera e parë që ka pa. Hera e parë që ka pa që kjo. Andaj ka thonë pejgamberi e kum pa, do me thonë, i kishte 600 palë krah. A i që ka nëmru, se s'munët. Po nëmër, Allah e ka u frimzu se qika. O ka të sët del ufuk. Qika ufuk, Allah tha, u hobil ufuk il ala. Ufuk është që horizonti. E ka thonë pejgamberi qëtë horizontin, më të madhë që atje, më të gjojnë, e kishte mbylla pëtën. Nuk shije kurse për të saj pëtën. So që ka ardhë të transmetime, se ka qenë ditë është ersu pamja pejgamberit sikur se me kon natë, për shkak se dalja e Gjibrit e ka mbyll edhe rrezën e diellit atë. Kjo është krijesë mësuese, kjo është punë, po flasim na për në farnieri, jo. Dunjon me një krah e bona atë. Kur ka shkatruar Allahu xhallahu po lutet një krah, veçiti, jo 6, një krah. E ka qenë komplet pjesën e tokës që ka përmbys apo. Kjo Gjibrili, nuk është e thjeshtë për fol për Gjibrilin apo. E Allah thot, wa huwa bil ufuqil a'la. Që ka shpallja prej Allahut, ja ka dhënë Gjibrilit, i gatshëm, i fuqishëm, i përgatitur, i vendosur, thumma dana fatadalla.
pastaj dan nga dal, dana, zbritje, kadale, ju forishëm, ju i nxituar, ju i ngutur, ju i parregulluar, ju i pasistemuar, dana, zbritje, fatadalla. Çka është tadalla në kupton një zbritje të matur dan nga dal, ka ardhur. Wa kana fa kana qaba qausaini aw adna. Sa që është afru pejgamberi sa madhësia e dy harqeve, brylit, apo aw adna. Madje më afër se kaq. Shiko, prej asaj lartësie, kaq i madh, i është afru pejgamberi sa. Të vëzër, kush ka mundësi me i qëndru këti ballafaqimi? Shpirti të shënotim. Vëllai zemrat përcet nga situata. Veç Allahu e ka forcu pejgamberin sa me i përballu kontaktit e komunikim me këtë krijesë madhështore se nuk qëndron mendja se ban, syt se bajnë. Këtë madhështi të takimit mes Gjibrilit edhe Muhammed a.s. A që kjo është pallja? Që Allah fleti, a përshet qka është Kurani, a përshet qka është Islami, shka pun kur ti krysh, hajt kush e ka pru ti filani, festeku, ma shumë kom pitë se qpit, në situatë sa këtu me ka shu dhe qka, qa ju bozë, ka i gara është Allah, qëre kush e ka zbitë Kurani, qëre burimin, qëre sistemin e ardhjes, qëre procedurat, qëre madhështin e bukurin, me najk pa këtu, kjo është qenë zemën kënarije, bukurije, madhështije, gjithë shka, për kane qabe qausaini aw adna, i fuqeshëm i madhë, po jo dëmtus. Ka mojt të ofru pejgamber sa për shembull duke i ofru në pakujdesim me një krah. Kryti ke shkuar dhe. Është elegant. Është elegant. Është i madh i vërtet, i fuqishëm, por është elegant. Din musil, din mu afru. Ju ka afru deri sa ka afër. Andaj disa dietarë thonë se meqenëse ka zbi surja Mudaththir. Ka në shtëpi, se kur ka pa pejgamber sa këmotësi, ka zbrit shpejt e Khadija prapë, më ka nëse kjo, e i ka arë shpejt, ka arë, jajnë Mudaththir, kom fëndir, qohë. Andaj, shpallë e i ka arë, fe kene qabe qausaini, ka qenë afer, shumë afer. E ka thonë, Allahu pasaj thot, fe auha ila abdihi ma auha. Mas kej kësaj, procesi, po përmbyllet me sukses. Fe auha, që kë, ja ka zbrit, robit Allahut, ila abdihi, robit vetë Allah e ka zbrit, i ka shpall ma auha. Kjo ma auha të nëllëzër, kjo ma është lidhse, e djetarët i kanë dhënë sa kuptime, po kuptimin nështë ta ma përmbes është që flet për një madhështi. Së tregon që ka i ka shpall. Po i bjenë së kështë më thonë, edhe ja shpalli Allah o robit vetë, më zvet që i ka shpall. Më zvet për bukurin e shpalljes, më zvet për saksin e përmbajtjes, po më spyt të burë sa më rëndësio që i ka shpalla vëtë, që kjo është ma auha, robit vetë. Si ka pru lajme kureshtare, kur që po bëne, ka përshkane, jo më bu, ma auha. I ka shpallur vetë, ato që ka ti realisht nuk muhme para menu, që ka i ka shpalla vëtë. Ma kedhe bel fuadu ma ra. Këto Allah thot, fuad është zemra, po në ndarjen e zemrës që ka 4 pjesë zemra, se kalb është zemra në gjënë robe, zemra, së po flasë në kuptim kardiologik, se kjo pjesë nuk të kanë, po flasë në kuptim të, do më thonë, funksionimit të zemrës së brendshme, në marrjen e të vërtetës dhe funksionimit të zemrës në raport me të vërtetën. I ka 4 pjesë. Njëra pjesë quhet, do më thonë, njëra pjesë quhet, do më thonë fuad. Po edhe fuadi thonë zemrës në tërësi, po i thonë nga njerë edhe një pjesë e caktuar të zemrës, që është fuad. Çka është fuad? Fjala fuad të nglozër buron nga shpreha nxehtësi. Prandaj ajo pjesa e ngrohtë, ajo pjesa e emocioneve, ajo pjesa e dashnisë, e mallëngjimit për të marrë ato çka po e don, i quhen fuad. Allah po që kjo pjesë e zemrës, ma kadhaba al fuadu ma ra. Nuk ka gënjy zemra atë që e ka pa. Që zemra ka pa Allah? Që ka pa zemra? Kam pa sytë? Ja. Syni të nëzër shë ka njëre, po njëri si beson që po shë. Njëri dëgjën të qka, apo dëgjën, ti më vjen, po nuk beson zemra që ka po dëgjën. Donë veshi dhe syni janë shpërputhje me zemra. Këtu Allah po thot pranimin e shpalljes, pejgamberi ka bërë me këtë qenë e ti, zemra ti e ka thith, e ka marrë, me ngrotësi, me marrje zjartë
kuptim dashnis, e ka pranu të tërën, si shpalli Allah të azogjerat. Tregon tash këtë fazën e përshtatjes së pejgamberit, miqësisë me shpallin. Në rastin e Alek ka pas frikë, ka shku. Tash ka fillu me u miqësu, me dasht shpallin, ma kedhe bel fuadu mara, zemra se ka mua që ka pa. Pse këtë disa e kam përmenë se kjo çka ka pa zemra, edhe syt e përmeni se ka të bëj me natën e Mirajit, që pejgamberi me ka pa Allahun azhjel. Nuk është kjo komenti, madje nuk qëndrojnë transmetimet se pejgamberi me ka pa Allahun azhjel. Nuk e ka pa. Madje Aisha radhiyallahu anha ka thonë 3 gjëra. Kush t'u flet për to, dije se ka shpif për Allahun shpifje të madhe. Një nga ajo është kushto që ka pa pejgamberi Zotit në vet, dije se ka shpif. Sa ka pa? E kam pyet pejgamberin, "Hel ra'ayta rabbak?" A ke pa Zotin, ka thonë nurun anna ara. Dritë e madhe ku më e pa atë. Ai s'e ka pa. Kjo është më saktë dhe kjo është ajo që ka konsenzus tek dietarët e Ehli Sunnetit. Po këtu me pasht don Xhibrilin apo. E ka pa tamam. E ka kuptuar tamam kush është. E kuptu. Por jo më pa Xhibrilin thonë, "E kush ke çu që erdha?" Jo, s'është kush ke. E ka ditë kush ke. E ka kuptuar çfarë po thot. E ka shumë mirë, që kjo është përshtatja e zemrës me syrin, përshtatja e zemrës me veshën. A çka e bën kush? Është i mëshëm. Pejgamberi se ka marrë shpallën në situata të, për shembull, dehjes ose në hipnoze ose jo. Ma kedhe bel fuad. Syrin e ka pa që Xhibrili, zemra e ka bëj spat. Po, që kjo çaj. Kush e ka përshtat zemrën me kuptu çka po vjen? Allahu te barekutaala. Andaj Allah tha, "Afatumarunahu ala ma ra'a, ala ma yara." E çish po e kundërshtoni. Po e diskutoni atë që ai ka pa. Në bashkëvit po diskutoni. Të ndërozë, shikom, debati zakonisht bëhet me palëve të barabarta. Barabarta, po mënej, nështë intelektualisht, me përvoja, duhet me pas një farloj standardi që dy njerëz i vënë me debatu. Apo, për shembull, një ekspert, kushtimisht po them, kriptovalutave, një ekspert, për shembull, për pandemije të caktuara, një ekspert, për shembull, të çështjeve të caktuara, me thirr për shembull në debat televizor, me kënd për shembull, me një fëmijë 3 vjeçar. A shkon? Përgatitet fort ose si dihet e fëmia, ma bën, jo, shumë shpërputhje. Jo, Bemanin indikon i cili ka lexuar çka kam lexuar Spaku, domthon në çdo çështje i din me ballavojën Spaku. Edhe pse nuk pajtohemi, po domthon ekziston një farlloj arsyeshmërie pse me çfarë debatojmë. Allahu po thot pejgamberi jam, çto i ka pasur. E ti bedevi i Mekës, çka ke pati? Që dhe me bu më me pejgamberin sa më. Që ke pati më lart se devja, që ke pati më lart se devja. Ha? Dhe që ke pati? Kjo vlen për njerëz tjerë apo? Që më nëjë, që ke pati më vëllai? Që ka pa ky? Edhe ky ta dëshmon se i ka pa. Me dëshmi të Kuranit apo. Ti Allah po i flet. Ti Xhibrili po i vjen, e ka mësuar. Ti qosh edhe thosh, e dhoni me nej. Çka mendon ti vëllai? Çka ke pati? Që ti qosh edhe kundërshton pejgamberin. Kush je ti vëllai? Çfarë potenciali kia? Çfarë përgatitje kia? Çfarë përvojë kia? Çfarë njohuri ke ti? Çfarë din ti? Krejt që ka dimna të nëzër, krejt, ama krejt që ka dimna, ka të bëjmë ato që shohim edhe prekim. A që shtët? Shqisat. Njeriu realisht studion edhe vepron bazë të eksperimentit, eksperimenton, e she, e preke, bën. Shqisat. E kupton me menë e tjë, është normale, po duha tëmë që beson në të që ka e preke, që ka që. Beson ato që ka e she. Devon s'këna besua që ka në planetat dikun, që e këna pa që ka vallavë. Apo, ka më duhet me pa. Pa mirë lapën, ti që ka pa para teja vëta. Që ka Xhibrili që zbret edhe znjëta. Që këtë botë o pa që me pa atë raketën të i shkrejti të hana u këthy, me gjithë debatin e u shku së rusë të më rëndësi, ka shku, pa që ka për? Kësë zbret pi, Allah alem, kadal. Sigur se me jeti shkallë, se mon kur gjo, me madhësin e vetë, me gjithë ato, kadal, që te ka pa pejgamber sopër. E mirë, ti në ka thënë të ashtu,
po është na kanë raketën. Mirë lama, po që kë? Kë qa kë? Andaj, efetu marun e ulamera, së e marrë, kjo që shtë të manë, së e marrë me e kundërëna të qka i ka pa. Aj për e kalëzën diqka për juve, burë. Aj për e kalëzën të një ndryshim në madhë që për ndonë mes në juve, Allah për të më ju ngritë, Allah për të më ju mësu. Allah për të më ju hapë diapazon e njëhurive për të shqisëve të juaja. Diqka që kur një të juaj s'keni mundësi me zbulu as me edit, Allah për e mësën qka ka. Për të asoj që e shirni, për të asoj që e prekni, për të asoj që mund të kuptani, që t'jo uziron kuptimin, t'ju ngritë Allahu Gjelle Ola. E reagimi juaj, ama unë s'mënej që shtët. Marë, turp, e fetu maruna dhe mejra, ju po e kondërstani në atë që i ka po. Andaj Allah tha, wala kad raahu nazlatan ukhra. Edhe njëherë e ka po që shtë Gjibril edhe. Ku e ka po? Inda sidratil muntaha. Te sidratil muntaha. Sidratil muntaha të nëzër ka onë hadith. Se është një dru i madh. Allahu alem, në ka dru, qyshe ka furën, na nuk dim. Por muntaha, kjo muntaha të regon fundin, muntaha. Në gjënë rabe intiha, i thënë fundit. Po me mundësi të shtyrjes. Kur thët muntaha, s'ka mo, ama mo e ka marrë fund. Allahu Gjelle Ola sidratul muntaha. Një dru që shënën fundin. Qëfar fundin? Është mbi qiellin e 7. Që ka është qielli parë në salas që të jem dikon, apo të marrë me hanën, të i të hana ka pak. Ndërsa qielli 7, Allahu alem, Allahu edin. E mi qiellin e 7 është sidratul muntaha. Që atje e ka taku pejgamberin Ibrahimin a.s. Që atje është Bejtil Ma'mur, që është betu Allahu në surën e Tur, apo. E thotë Allahu Gjelle Ola, që atje ka po, që atje ju ka shfaqë Gjibrili, madhësinë vetë, apo, që ka po. Mund ta i kanë thonë, për shkak se që atje përfundon mundësie e gjithë krijese me pa diçka. Shikon, na shumë di këto me laqet, Gjibrili shamanal, shkoj ma atë, dejte si dhe të mund ta funi. Mi si dhe mund ta zdim kur shka kapën. Nuk ka. Allahu alem, Allahu Gjelle Ola është në lartësinat e këtër aso që ka kriju, mbi gjithë shka. Allahu nuk e përfshin asgjë nga krijesat e tij. Andaj, të regonë madhështin, për në këtu mi po pejgamberi sa, qiell me po, gjithat madhësi, gjithat nërti me po. Ose ka në sidratul muntaha, është se dhe që atje arrin aja që ka vjen nga krijesat. Ndërsa, edhe pinat që ka vjen përfundon të sidratul muntaha. Është një shkputje totale mes krijesave në sidratul muntaha dhe sa që ka mbi sidratul muntaha. Që është do kofë në dhe zëtë? Kërë me kuptu se Allahu është i vetmi i cili, do të thonë, është i pakufishëm. Gjithë shko është i kufizua. Gjibrili sada që është i madhë, i fuqishëm, i ardhë me Allahun, i ka kufizimet e veta. Nuk ka krijes pa kufi. Kur kush së më bënë që ka dënë. Gjithë kujtja ka bua Allah një vi. Te i që aty. Neve në dugo që ka gjelargu shku, po e ka një vi edhe i dikon që balë, së në shkonë mabë. Shkonë, këtë e kanë kuptu që vdekja është vi problematike. Që ka sa investimet po bënë të ashti, me miliardë $, e euro, e paret shumëta, apo për me mujtë me garantu për jetësim. Dhe ka është vija. Allah e ka qitë. Kur një dvetë s'kanë me ka përsu këtë vija. Kur? Absolutisht. I kam poshtë Allah me vijë. Te i qëtu kini. Te i qëtu. Hajtë për ordnë ma shumë. Hajtë bo një prijatë shumë pra. Së munësh. Së munësh. Andë edhe Gjibrili ka vinë e vetë, gjithë shka. E vetë me krijes që ka portë mësi me kalu këtë vijë. E me komuniku me Allah në direkt është Muhammedi a.s. Qëtu i ka dhonë Gjibrili, unë e ma tutin nuk gëzërëtën. Vija, që ka që i madhë, i tutit Allah të azogjel. Kër Allah vendos vija, kush gudzëm i ashkel vijat? Që ka Allah u gjellë ka vendos vija në dunja, harame, ndalesa. Njerë që shkelin, Allah u i lenë për shkak të urësisë të dunjas që jeta me vazhdu, derin të takim me te. Mirë po, kanë me pagu shtrajt, krejt ata që i kanë shkel vijat. E Allah u thotë, si dhe të mund të, indaha gjennetul meua. Që atjetë, si dhe të mund të amite është, shkazni, vëq po flasë që shtot qakase. Apo tja, e të kuptu, qëfar botin e dalë është në apëta? Apo, kuptan? Para të është. E toka të... Kër e kam pyjtë për e që është do këtë sidrë të mund të hadë?
Ka thonë, nuk dim ju ka të zotë. Bukurin qëfar është thonë. Janë s'di, pejgamberi s'ka. Ka përshu pak gjithat që ka përshu që ka po për te i kësaj këta. Shumë e bukur. Vazhdimisht e ndryshushme. Inda gjennetul ma'wa. Atyër gjennetul ma'wa. Gjennetul ma'wa të nëvëzër, se përfundojmë apën, gjennetul ma'wa është gjenneti që Allah ka kryuar për rëpët e tij. Ka shumë gjennete. Pse këtu është përmen gjennetul ma'wa? Pse së përmen gjennetul Firdaus, gjennet e Aden, për shambull. A ka qëllu që ashtu të që kjo situatë, të shkët, që aty ka qëllu gjennetul ma'wa tash? Ja, s'ka qëllu sarë. E ta Allah s'ka kështë. Të në vëzër, dy kuptim madhësoj që me te përfundojmë, e pastaj vazhdojmë inshallah pjesën e mbetën në dersën e ardhshëm. Gjennet ma'wa, çka është ma'wa? Ma'wa i ka dy kuptime, të zënë. E ka kuptimin e strehimit. Do njerë që nuk kanë strehim, nuk kanë shtëpi, apo bëhen për ta strehimore, për mi strehu njerëzëm. Aty mrena pastaj u ofrohen shërbime që ju kanë mungu jashtë strehimores. Edhe ka kuptimin ma'wa, domthon në aspektin e përmbledhjes. Domthon krejt që ka ty të vyjnë me një vend, i thojnë te uj. Krejt që të kanë lidhë, krejt që ka ty duhet, krejt që ka ti ki nevojë për te, krejt që ka ty shpën që të është apo. E gjennetul ma'wa, të nëllëzën, e ka një kuptim shumë të rëndësishëm këto. Pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka gjithë strehim në Mekë këto. Besimtarë që kanë besu, i kanë trajtu si tuaj. Shpesh herë se kanë njohur vetveten vëlla vën jam që këto. Nga fyrjet, nga sharjet, nga gjitha ato. Madje edhe pa situata tilla, vet. Njëri kur për shembull jeton në mese ku nuk janë në frymën e udhëzimit të shpalljes, e nibet në pak huj, si i vetmuar. E ka dashur Allah me e kallëzu xhenetin ku kanë mostrahu ata tuajt që në kënë dënjo, bede el islamu gariben, ka fillu çuditshëm, i papranueshëm, ka vardhu që është edhe ka më këtu që është apo, kuptim përgjithshëm. Shpesh njerëz s'ka me kuptu, e pse kjo, e pse duhet që është ata që kanë të kalu këtë krizë të nënshërimit e të kuptimit, për që ata o gjennetul ma'wa. S'keni mund me gjithë strehim tek njerëzit, mi u kuptu njerëzit, pse ti falesh, pse ti se hanë qëta, pse ti se bën qëta, apo s'ke pas strehim, shpesh herë në mirë kuptim familjar ndoshta. Allahu të garanton strehim tek gjennetul ma'wa. Gjennetul ma'wa, kanë thonë djetarët, është vendi ku strehohet Gjibrili, edhe me lajket, që aty. Vendi i dëshmorëve, gjennetul ma'wa, apo se kanë pas situatat pasigur të fshirë në dunja, Allahu tash i shoj me sigurit plot në gjennetul ma'wa. Andaj të ndodhër, në këtë udhim që e ka pa pejgamberi sa më shikoni, shpallja ku është, apo nalt edhe rrugtimi ku është tek gjennetul ma'wa, sikurse kena folë edhe për gjennetin në raste të tjera, mirë po kjo këtu është shumë e veçantë, shumë specifik, shumë inkurajuese, që Allahu flet për diçka që te ka lënë dimensionin e gjithçka në këtë botë. Shpër te kësaj vëllafën, për te kështu turp me lon për çka do kuft nga ajo që është në dunjë për ato që është tek Allahu te barekuhu teala, e pastaj Allahu tha idh yaghsha sidrata ma yaghsha. E duke qenë te ose kët kur e ka kaplu një bukuri e madhe sidrën afën. Ndron tash, shiko, ka ndruar. E bukur shumë idh yaghsha sidra. E ka plej sidrën një bukuri e madhe, e mahnitshme. Ndërsa përballë krejt kësaj që po ndodh, pejgamberi sa ma zagal basaru wa ma taqa. Si ka lëviz shikimi fare, a zemra nga kthimi ka Allahu azza xal. Se kanë mahnit bukurit e as të sidrës, as të me lajkeve, as të qiellit, nga se madhështia e Allahut ka mush zemrën e tij. E kur mushët zemra madhnim dhe Allahut dhe bukuri të Allahut në shpirt në zemrën tonë, bukuria tira bëhen pasaj të rëndësishme. E qysh ndodh kjo edhe qysh me kuptu, inshallah, në takimet e ardhshme. Allahu na i forcovë zemrat në besim e na mundsoj që përfundimi të jetë gjennetul ma'wa tek Allahu mbi sidratul muntaha. Allah e shpërbleft me kaq për sot. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam sayyidina.